Vetëm një ditë pasi u largua nga Shqipëria me një reagim të fortë publik, u denoncoi shpifjet dhe spekulimet politike që e shoqëruan gjatë qëndrimit të saj në Tiranë. Filozofja dhe akademikja me famë ndërkombëtare Lea Ypi u shfaq sot në Kosovë. Ndalesa e saj radhës ka qenë Prishtina, ku duket dukshëm më e qetë dhe më e lumtur. Në një postim në Facebook, Ypi falenderoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, miqt kosovar dhe librarin Dukagjini për pritjen e ngrohtë. Ajo vlerësoi diskutimin mbi librin e saj dhe fjalët e mira nga profesor Ali Aliu dhe pjesëmarrësit, duke mbyllur mesazhin me një mirupafshim këtë verë. Toni ndryshëm larg tensionit dhe akuzave që e përndoqën në Shqipëri. Faleminderit Albin, miq kosovar dhe Dukagjini Bookstore për pritjen si gjithnjë të ngrohtë në Prishtinë. Faleminderit profesor Ali Aliu e gjithë pjesëmarrësve në diskutim për vlerësimin e librit dhe fjalët e mira. Mirupafshim këtë verë, shkruan Ypi, duke reflektuar një atmosferë krejt tjetër nga ajo e ditës së mëparshme. Kontrasti është i dukshëm. Në Tiranë Ypi u përfshi në një vorbull aludimesh politike, u përfol si një kandidate potenciale për qeveri teknike, apo si pasardhëse e Edi Ramës, dhe reagoi duke u distancuar prerazi nga ajo që e quajti llumi i shpifjeve dhe konspiracioneve. Një ditë më vonë në Prishtinë bisedat ishin mbi librat e diskutimet akademike, ndërsa pritja e ngrohtë dhe respekti i ofruan hapësirën që nuk e gjeti në Shqipëri me sa duket. Kjo vizitë në Kosovë duket se i ka ofruar Ypit një kthim tek thelbi i veprimtarisë së saj, dialog, dije dhe respekt publik larg zhurmës dhe presionit politik. Ndërsa Tirana i la hije politike, Prishtina i dha hapësirë për të reflektuar mbi punën e saj dhe për të ndarë mendimet në një ambient të qetë akademik.